Po përdoret feja për më shumë mbështetje nga banorët në publik? Nuk ma merr mendja. Nuk ma merr mendja sepse rinia të cilët e ndjekin gestin, prandaj edhe merr klikime më të mëdha. Big Brother nuk e ndjekin njerëzit që janë më të moshëritur dhe madje unë shpesh në këto katputa që i bëjnë në short videos, kur e ndjeki ja jap një analizë dhe shikoj se Big Brother nuk ndiqet nga njerëzit e moshëritur, njerëzit e intelektual, por ndiqet nga njerëzit e rinj. E njerëzit e rinj, nga rinia shumica, ata shpesher din të jenë të flustëruar, qoftë me besimin e tyre, mandej rinia të cilët janë besimtar, ata madje nuk e admirojnë Big Brother, të themi të drejtën, kështu që nuk përdoret Big Brother për të përçarë, feja nuk përdoret në Big Brother për të futur përçarje, por ka një qëllim të vetin. Qëllimi është i mirë sepse i nxjerr nga vetja. Ata persona që janë të njohur në shoqëri i nxjerr nga vetja. Prandaj edhe këtu feja nuk ka rol kurrë, por duhet pasur kujdes mos të luajmë me simbolet e fesë. Por nëse Learti me kapacitetin e tij kishte mund me kriju tema të ndryshme, për të cilat tema ndoshta nuk i ka banorët që mund ta dëgjojnë, atëherë vetiu gjesti edhe shumë të tjerë do të binin në nivelin e tyre real, duke e respektuar opinionin, mendimin e Leartit. Vetiu Learti kishte me kriju një autoritet në Big Brother, Laerti më falni, në Big Brother, dhe kishte me dhënë shumë mesazhe edhe rinis edhe atyre që e ndjek. Vetë sikur feja ishte më e përfshirë në mënyrë më të paqët, po themi brenda Big Brotherit, kurse këtë vit duket se është pikërisht feja që ka nxitur përplasje dhe me atës që kuptova unë fakt, ju mendoni që gjesti është ekstremisi në këtë debat. Si e keni parë këtë bigun e kaluar me këtë big në raport gjithmonë me qasjen e tyre banorëve ndaj fesë? Shikoni, unë e ndjeku Big Brother, jo për që më shtyn të ndjeki, po ka disa gjëra që të japin mësim, qoftë duke marrë shëmtim nga e shëmtuara, mësim nga e shëmtuara, apo qoftë duke marrë mësim nga e bukura që ndodhet aty. Mua më vjen mirë që dikush pas ka praktikuar në Big Brother Albania edhe ritualet fetare. Unë sa e di këtu në Kosovë, madje janë përjashtuar disa të tillë të cilët kanë dashur ta praktikojnë praktikat faljen e tjera. Mirë po Big Brother duhet ta ketë pak, duhet të ofroj pak ma shumë intimitet dhe etik morale. Atëherë kishte me qenë shumë ma shumë i ndjekur, sepse çdo kush ka dëshirë ta njohë jetën e tjetrit. Kështu që Big Brother nga e kaluara, Albania po flas, se me Kosovën është krejt më ndryshe, prandaj gjesti nuk ka mund të tregoj sukses në Big Brother VIP Kosova, nuk ka mundur të tregoj sukses me ato sjelljet e veta që ka pas, edhe pse nuk janë jo korekte. Unë siç thash, ai është një djalë talent, është provokator, edhe nxit debate apo nxit veprime, por nuk është manipulant. Por Big Brother Albania vitin e kaluar mund të themi ka pas pak ma shumë etik, ka pas pak ma shumë personazhe të cilët kanë njohur vlerat e njëri tjetrit, ndërka që sot Big Brother Albania viti 2025 janë konflikt gjeneratash. Siç thash, mbreti i urtë, kur ai mund t'ja bëjë me të gjithë, po kur ja dërgojnë në dhomën e tij, në pallatën e tij 20 fëmijë, e ai del nga vetja. E këtu në këtë rast
Big Brother Albania duhet ta krijojë një format ma ndryshe, ta ketë një ambient ma intim, ma etik, së paku për veti edhe unë kisha qenë pjesë e Big Brother, por nuk të ofron si personalitet ti ta tregosh veten tënde të vërtet. Për shembull, ku ka dhomat e gjumit të cilat janë bashk, edhe këtu bëhet diskriminim, sepse ka shumë njerëz me emër, me kulturë, me edukat, që kishin dashur të japin shembull të tjerëve me sjelljet e tyre. Apo është edhe privatësia në banje nuk respektohet as pak. Bile tek ju në Big Brother ma mirë se sa në Kosovë. Në Kosovë është komplet xhama. Kështu që pse jo, mund të mundoh nëse Big Brother e merr pak një imazh më të bukur, më me vlera etiko-morale, aty mund të jenë pjesë edhe njerëzit e elitave, edhe njerëzit e muzikës, edhe do t'ishte konflikti më i madh në aspektin pozitiv për me ardhur një vërtet, sepse njerëzit janë vërtet kanë virtyte, kanë margaritar, kanë vlera, përveç asaj që kanë edhe vese të këqija. Prandaj mendoj se Big Brother duhet të jetë pak më i drejtë me gjithë popullatën, jo vetëm me VIP personat të cilët i mban aty. Kjo ishte vendimi im. Çfarë do bëje nëse vitin tjetër që vjen një nga autorët e emisionit të edicionit të spektaklit Big Brother Albania ju dërgon një ftesë për të qenë pjesë e edicionit të ardhshëm? Si do ishte përgjigjja juaj? Përgjigjja ime do të ishte pozitive, se jo. Mirë po normal, gjerisa ata nuk premtojmë, vetëm këto dy gjëra, pra, të ketë intimitet, të ketë pra në banjo dhe në dhomën e gjumit. Sepse këto janë gjërat që vërtet tregojnë antivlerë. Sepse veshja nuk na bën njeri, por na tregon kush jemi. Kështu që të dallojmë nga veshjet e shturjes morale dhe të krijojmë ambiente më të përshtatshme për të gjithë njerëzit që kanë dëshirë të kontribojnë përmes Big Brother. Për mendimin tim, përmes banorëve pra, për mendimin tim mendoj se Laerti dhe Gjesti duhet të jenë dy personazhe që duhet të shkojnë patjetër në finale. Të dytë sepse kemi dy kontradikta. Një person me një bagazh të madh i cili nuk po mund ta gjej veten aty. Normal, njerëzit nuk kemi të gjithë të përsosur. Dhe një person shumë atraktiv, shumë, si themi, shumë talent dhe shumë provokator, për një person gjithashtu edhe as pak manipulues. Përveç këtë rastin e fundit, me gjuajtjen e kryqit, mendoj se Big Brother duhet ja falë, edhe jo që t'i largoj këto bisedat fetare, por edhe t'i avansoj pakës, sepse si krishterizmi, si feja islame, si feja krishtere, janë pjesë e identitetit tonë kombëtar. A mendoni që duhen trajtuar më shumë tema të feve për qenë më familjar me këto tema dhe mos mbajnë larg, se duke i mbajtur larg njerëzit sikur i përjetojnë më ashpër momentin që fillohet të flitet në raste sporadike, po themi. Unë mendoj se nuk ka nevojë të merret ekstra tema për fejnë, sepse duhet të kemi edhe ekspert të fejs, se çdo fushë, qoftë mjekësia, qoftë teologjia, qoftë inxhinieria të tjerë, të gjithë kanë ekspertët e tyre, por në atë koloritin e ditës, gjatë një dite, pse jo nëse paraqitet nevoja për të folur për diçka, ata nuk mund të them unë mendoj, ata mund të them, mund të thonë unë mendoj se kjo do të ishte
më e mirë për shembull për një çështje fetare, apo kjo nuk do të ishte më e mirë. Por shkenca nuk e ka unë mendoj apo ti mendon. Shkenca e ka unë e di apo unë nuk e di. Prandaj temat fetare në ambientin e Big Brother nuk do të jenë pjesë e asaj agjendës së ditës. Por në ndërkohë nëse kapët ndonjë element, atëherë le të bëhet me qëllim të edukimit dhe ndërtimit të një sjellje të bukur në mes të banorëve, të ndërtimit të tolerancës, të një sjellje të bukur në mes të banorëve të Big Brother. E jo të jetë temë e shtruar në rrafshin akademik, sepse nuk kemi njerëz të tillë, as nuk do të kemi. Pa parasysh unë e paraqes dëshirën që të jem pjesë e Big Brother, nuk e kam problem, por me ato kushte që i thash, prandaj mendoj se nuk ka nevojë për tema. Edhe une nëse kisha hyrë aty, prap nuk kisha marrë temat fetare, por temat jetësore. Sot njerëzit nuk kanë nevojë më të mësohen se si mirët abdesi, por sot rinia jon ka nevojë të stimulohet si ta mbroj veten nga padrejtësitë, nga korrupsioni, nga shfrenimet e ndryshme që i bëhen të rinjeve duke ja marrë të drejtën e lirisë normal. Në televotim për të qenë finalisti dytë janë Egli dhe Laerti. Sipas jush, kush duhet të jetë finalisti dytë, parë dhe nga që Laerti ka marrë, siç e thash edhe më përpara, kritika ndaj kësaj deklarate që shumë musliman janë irrituar. A mendoni që kjo do jetë pengesë për Laertin për të shkuar në finale? Dhe kush duhet të jetë në finale mes Eglit dhe Laertit? Për Eglin nuk kam më shumë mendim që ajo mund të arrijë në finale. Për mendimin tem duhet të jenë dy konkurrentë shumë të fortë, dhe të jetë pra Laerti dhe Gjesti. Të dytë, këta të dytë kanë me bërë, si të themi ashtu, një shpërthim të reales se kush duhet të jetë fitues. Por prapë po them, Laerti është një bagazh dhe ai e meriton një vend të bukur në finale, por edhe Gjesti është i mirë, si thash është një person që ka talent edhe që kanë nxit dashuri, simpati tek njerëzit, por pse jo edhe ta ndajnë çmimin për dys. Të dytë e meritojnë. Pra po thoni që sonte mes Eglit dhe po themi Laerti do jetë në finale Laerti? Sipas jush? Sonte është Sonte shkon finalisti i dytë, që është në televotim Egli dhe Laerti. Mes këtyre të dyve ndahet finalisti i dytë. Finalisti i dytë, domethënë nuk është e fundit ajo. Jo, nuk është e fundit. Unë mendoj se Laerti e meriton të qëndrojë aty, patjetër. Laerti është kapacitet, mirë po Laerti duhet të shfrytëzojë dhuntitë e tija që i ka pakës. Të japë nga vetja ato çka e di, çka e njeh, edhe me vetë qëndrimin e tij intelektual, human, njerëzor, ai ka me pas ndikim edhe tek banorët tjerë. Unë mendoj se Laerti e meriton me ndetë në final, patjetër. Nuk duhet të ndikoj kjo fjala Allahu Ekber, sepse Allahu Ekber e ka thënë nga informata, dhe Laerti këto nuk e ka thënë nga islamofobia, se bile ai duhet të jetë me përjardhje muslimane, pa marrë parasysh nuk e gjykoj tani çfarë beson e çfarë feje është apo nuk ka fe, nuk më intereson ajo. Por nuk është islamofob Laerti. Laerti ka tregu një realitet që shumë njerëz e dim, po e mbajnë në heshtje. Apo ata personat si Gjesti e kanë qitë në pa, këto duke mos e ditur se e ka keq përdor fjalën Allahu Ekber. Shumë faleminderit për kohën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit edhe juve, mirupafshim. Faleminderit shumë.